në faqe 10 të këtij raporti është pasqyrohet një gjendje shumë alarmante e cila, le të themi, ndër vite është shqetësim. Pra, prokuria themelore në Prizren prin me numrin e akuzave të ngritura, domethënë 100%. Kurse prokuria speciale dhe prokuria PS mbetin në numrin më të vogël. Nëse i shohim në përqindje, 86% janë hudhje dhe pushim. Është shifër shumë e lartë nga ana prokurisë speciale, kurse në prokurinë themelore në PE janë 89% hudhje dhe pushim. Vërtet është një përqindje shumë e lartë dhe raportet që kemi trajtuar para disa dite dhe ky raport do të na shërbejnë, sepse Këshilli për shkak dinamikës të punës nuk ka arrit ende të mbajë takimin e radhës me kryeprokurorët e prokurive dhe do të na shërbejë si një raport që do të ballafaqohem me kryeprokurorët në rastin e raportimit para Këshillit.